Pas rikonfirmimit në krye të Partisë Demokratike me rreth 95% të votave të antarëve në konferencë për mediat, Sali Berisha foli për vizitën në Tiranë të ministrit grek të mbrojtjes Nikos Dendias. Kryedemokrati thotë se vizita e ministrit grek lidhet me marrëveshjen e detit mes dy vendeve, të cilat sipas tij u sabotua nga kryeministri Rama. Në vend që se ta vazhdonte aty ku e lap, çfarë bën këta? Ta u kthyen tek e para. Edi Rama u thotë jo, do ta negociojmë bashkë edhe herë marrëveshjen. Ata i thonë po shumë mirë, gati. Dhe u futën negociata. Kocias, që erdhin Korsh për siglos, pa që kishtë bënte me një bandë të papërgjegjshme, pala Greko u largua nga Korça dhe pas një 2 muaj, 3 muaj, shpalli rivendikimin e 12 kilometrave në ujrat e veta territoriale. Teksa referendumin i cili i dha mundësi për të qëndruar edhe për 4 vitet e ardhshme në krye të Partisë Demokratike e cilëson historik, Berisha tregoi edhe pse nuk ka marrë urime nga drejtuesit e tjerë të partive si motra europiane. E shtuna ishte një nga ditët më të ndritshme të demokracisë në Shqipëri. Ajo ka qenë ditë e historisë. Tani për sa i përket urimeve, kam marrë urime nga miq të mi, pres urime, por të jemi sinqert, nuk mund të them se unë jam nga ata që çoj shumë urime. Kështu që në këtë rast ka një lloj reciprociteti, të jemi hapur. Kryetari i Partisë Demokratike nuk e përjashton mundësinë që të jetë ai kandidat për kryeministër edhe në zgjedhjet e vitit 2029. Një mik timin e kam uruar kryeministër kur ai ishte 95 vjeç. Po a do jam unë si ai? Kjo varet nga i madhi Zot dhe demokratët. Gjerë tani të garantoj që po t'i pjestosh për 2 moshën time, merr të vërtetën e saj. Pas Edi Ramës si armik të opozitës, sheh median, të cilat i akuzon për censurë, por në raportin e monitorimit të zyrës së shtypit të Partisë Demokratike, vërehet se janë cilësuar si kronika të qeverisë edhe lajmet për tatimet, vendimet e bordit të transparencës për rritjen apo uljen e çmimit të naftës, lajmet e policisë, vonesat e gjyqeve, ato për rreziqe natyrore, destinacionet turistike, lajmet për ekonominë, ato për problemet me shërbimet i Albania, apo dhënien e çmimit Karli i Madh për ish drejtorin e Bankës Qendrore Europiane Mario Draghi. Në edicionin e lajmeve të orës 15:30. Ja kushte pasi këtu përmbledhjen. 18 minuta 52 sekonda i jep këtë ditë qeverisë dhe 3 minuta e 40 sekonda i jep opozitës. Ndërsa nga foltorja e radhës para kryeministrisë, kryetari i Partisë Demokratike ju përgjigj deklaratave të kryeministrit Edi Rama nga Durrësi, duke thënë se vijon të mbrojë aktet e komunizmit. Edhe sot mbron të tjatin, Xhelat, që firmoste varje në litar të poetit abdetar, të tribunit të lirisë. Havzinela, ky bastard, ka sjell në qeverisje moralin e etërve të tij, mizor, Xhelat. Berisha tha se referendumi të shtunës tregoi se opozita është e fortë, ndërsa paralajmëroi se objektivi i saj do të jenë protestat deri në largimin e kryeministrit Edi Rama.